Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum waqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun fuqiplot dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të ndershme, të cilët na ndiqni nëpërmjet ekraneve të radio televizionit Art, vazhdojmë me ligjëratën e radhës nga emisioni Aty ku burojnë virtytet. Dhe si që kemi potencuar disa herë, në këtë ligjërata kemi për qëllim që ti shpalosim para jush virtytet dhe moralet e Muhamedit alayhi salam, njeriut më të madh që ka ekzistuar ndonjëherë mbi rrezullin toksor dhe personalitetit më me ndikim në historinë njerëzore. Në ligjëratën e sodit do të flasim për moralin e të dërguarit të Allahut me kundërshtarët e tij. Pasi që e potencuam pra se pejgamberi alayhis salam është shembulli ynë dhe pasi që i përmendëm virtytet dhe cilësitë e fizionomike të tij, po edhe të karakterit dhe personalitetit të tij, dhe pasi që e treguam vlerën që e ka në fenë e Allahut morali i lartë, vlerën që e ka morali i lartë në fenë e Allahut subhanahu wa taala, pasi që i potencuam këtë, filluam që ti tregojmë pra moralet e pejgamberit alayhis salam, së pari me Zotin e tij, pastaj me familjen e tij, pastaj me shokët e tij, dhe tash në fund, në ligjëratën e fundit, të cilën do ta ligjërojmë para juve për këtë Ramazan të këtij viti, do të flasim për moralin e të dërguarit të Allahut subhanahu wa taala me kundërshtarët e tij. Sepse njeri i madh është ai. Njeri i madh është ai për drejtësinë, për moralin dhe për nivelin e lartë të cilit dëshmojnë edhe kundërshtarët e tij. Ai është njeri i madh, ai për mirësitë dhe vlerat e tij morale të cilit dëshmojnë edhe vet kundërshtarët e tij. Kështu ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, për moralin e lartë të tij dëshmonin edhe vet kundërshtarët e tij. Ata e njihnin pra banorët e Mekës, e njihnin pejgamberin e Allahut si El Amin apo besniku, e dinin se është besnik, dhe aq ishte e njohur besnikria e tij dhe morali i lartë i tij në mesin e mekelive, sa që u bë i njohur me këtë emër, pra me emrin El Amin apo besniku. Me këtë emër pra ai njihej tek banorët e Mekës para se të vi shpallja prej Allahut subhanahu wa taala dhe para se të bëhej pejgamber. Kështu është, sepse Allahu subhanahu wa taala e zgjodhi atë që të jetë njeriu më i moralshëm në këtë botë. Allahu subhanahu wa taala për të thot: "Wa innaka la'ala khuluqin azim", me të vërtetë o Muhammed, ti je në një shkallë të lartë të moralit. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala tregon për misionin e tij duke thënë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe ne nuk të dërguam ty o Muhammed për tjetër vetëm se si mëshirë për botrat, si mëshirë për njerëzit. Ai tregonte pra dhe përfaqësonte mëshirën e Allahut subhanahu wa taala drejtuar njerëzve. Dhe ai u dërgua prej Allahut subhanahu wa taala si mëshirë për njerëzit, sepse ai Muhamedi alayhis salam na mësoi të mirën që ta veprojmë atë, na të rrojë vërejtje nga e keqja, që të largohemi prej saj. Andaj ai është që na ka bërë të mirën më të madhe ndonjëherë që mund të na ketë bërë ndonjë krijesë e Allahut subhanahu wa taala, sepse ai është bërë sebeb që ne ta dim rrugën e cila të dërgon në xhenet dhe ta dim rrugën e cila të largon nga xhehenemi. E kjo është mirësia më e madhe për njerëzit, sepse kjo botë është disa vite dhe kalon, i vjen fundi, ndërsa xheneti
është i përhershëm. Andaj ai që bëhet sebeb për neve që ta fitojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe shpërblimin e tij, padyshim se mirësia e tij ndaj nesh është më e madhe se çdo mirësi e ndokujt prej krijesave të tjera. Po ashtu Allah subhanahu wa taala e përshkruan se si ishte i dërguar i Allahut me njerëzit në kohën e tij, po edhe me kundërshtarët e tij. Thot Allah subhanahu wa taala: "Fa bima rahmetin min Allahi linta lahum." Për shkak të mëshirës që ta dha Allahu ty, ti ishe i butë me ata. "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Sikur të ishe i ashpër dhe me zemër të ngurtë dhe të vrasht, sikur të ishe o Muhammed me popullin tënd i ashpër dhe i vrasht, ata do të largoheshin prej teje, ata nuk do të pasonin ty. Andaj për shkak të mëshirës që ta dha Allahu ty, ti ishe i butë me ata, ti kishe moral të lartë me ata, ti silleshe mirë me ata. Për këtë shkak edhe ata u afruan afër teje dhe të pasuan ty, sepse morali yt ishte në një shkallë shumë të lartë. Pejgamberi alayhis salam, tash pra do t'i shohim disa fragmente apo disa pjesë të moralit të lartë të Muhamedit alayhis salam me kundërshtarët e tij. Dhe padyshim se muslimani i cili dëshiron dhe interesohet ta di më shumë se si ka qenë pejgamberi i tij, dhe kështu duhet jetë çdo musliman, sepse obligohet për Allahut subhanahu wa taala që ta njohë pejgamberin e tij. Obligime ka për Allahut të lartësuar që ta pasojë atë, dhe nuk i takon një muslimani që mos di asgjë për pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Ne pra do t'i përmendim disa fragmente në mënyrë të shkurtë që tregojnë moralin e pejgamberit alayhis salam me kundërshtarët e tij, ndërsa çdo muslimani i takon që ai vetë të interesohet dhe të lexojë për jetën e pejgamberit alayhis salam, e ti përhap dhe ti shtoj pra njohuritë e veta për këtë pejgamber të Allahut dhe të përfitoj nga ky nektar i pastër dhe i kulluar, i cili pra na i mëson virtytet e larta morale të cilat ne duhet t'i pasojmë në jetën e kësaj bote, në mënyrë që të arrijmë pra kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam, pasi erdhi shpallja kur i thriste njerëzit në fenë e Allahut subhanahu wa taala në Mekë, xhaxhai i tij Ebu Lehebi, i cili ishte një kundërshtar i tij dhe nuk e pranonte fenë e tij, e ofendonte dhe e shonte pejgamberin alayhis salam. Para mendoni, pejgamberi alayhis salam para njerëzve ju flet për fenë e Allahut, i thirr që ta pranojnë atë dhe ta besojnë si pejgamber të Allahut dhe ta pasojnë atë, ndërsa xhaxhai i tij Ebu Lehebi, Allahu e mallkoft, e ofendon dhe e shan para njerëzve në publik. Kjo është pra një sprovë e rëndë. Mirë po pejgamberi alayhis salam bën sabër, bën durim dhe e injoron xhaxhain e tij. E injoron, nuk mirret me të, edhe pse ai vazhdon që ta ofendoj dhe ta shaj para njerëzve. Pejgamberi alayhis salam kështu vepronte me xhaxhain e tij, i cili ishte kundërshtar i tij, edhe pse ai e ofendonte dhe e nënçmonte para të tjerëve, pejgamberi alayhis salam e injoronte dhe nuk merrej me të, për shkak të moralit të lartë që e kishte ai sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa xhaxhai i tij tjetër Ebu Talibi, i cili edhe pse nuk besoi në fenë e tij, mirë po e ndihmoi me të gjitha mundësitë që i kishte dhe shumë e donte pejgamberin alayhis salam, kur arriti në shtratin e vdekjes, pejgamberi alayhis salam po i thot: "O xhaxhaim, pranoje fenë e Allahut, thuaj la ilaha illallah që të shpëtosh prej dënimit të Allahut. Largohu prej idhujve në këtë moment, sepse ai i cili adhuron dikon tjetër posa Allahut, ai do të futet në xhehenem dhe nuk do ta fitojë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala." Pejgamberi alayhis salam po i thot kështu xhaxhait të tij, ndërsa Ebu Xehli
dhe një shok tjetër i xhaxhait të tij prej mushrikëve, pra prej shokëve të këqinj, po i thon: "O Ebu Talib, apo largohesh nga feja jon, apo largohesh nga feja jon?" Atëherë pra Muhamedi a.s. për shkak të dhimbsurisë që e kishte me këtë njeri, i thoshte: "O xhaxhaim, pranoje se vetëm Allahu meriton adhurimin. Adhuroje vetëm Allahu një që të shpëtosh nga dënimi i Zotit." Mirë po, ai edhe për shkak kësaj nga turpi thoshte që mos të thonë armiqtë e mi se unë e kam pranuar fen nga friga, nuk e pranoj fen e Allahut. Dhe kjo është ndikimi i keq i shoqërisë së keqe, sa që u bën sebeb që ky Ebu Talibi pra mos ta pranoj fen e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë pejgamberi alayhis salam, për shkak se i dhimbse si xhaxha, tha: "Unë do ta lus Zotin për ty. Unë do ta lus Zotin për ty." Sepse shumë i kishte ndihmuar. Mirë po Allahu e ndaloi që të bëj dua për të, sepse ai kishte vdekur mushrik, kishte vdekur duke adhuruar gurin dhe drurin, nuk ishte adhuruesi Allahut subhanahu wa taala, andaj nuk i takon që ta arrijë pra mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu pra Allahu e informoi se për shkak të ndihmës që ta ka bërë ty, o Muhammed, ai do ta ketë dënimin më të lehtë në ahiret. Ai do ta ketë pra dënimin më të lehtë në ahiret. Dhe krejt kjo për shkak të moralit të madh që e kishte pejgamberi alayhis salam me të, dhe dëmshurisë së madhe që tregoi karshi tij. Pasi që filluan të shtohen shokët e pejgamberit alayhis salam, filloi që të shtohet rrethi shoqëria dhe të shtohet numri i pasuesve të tij. Ebul Walidi, njëri prej mushrikëve, prej prijesve të mushrikëve të Mekës, që quhej Ebul Walid, erdhi tek pejgamberi alayhis salam dhe i dha disa oferta që në realitet ishin ofendim dhe nënçmim për Muhamedit alayhis salam. Ai i tha: "O Muhammed, nëse je duke e bërë këtë që të arrish pasuri, ne do të japim pasuri. Nëse po e bën këtë që të kesh femra të bukura, ne do të japim femra të bukura. Nëse po e bën këtë që të bëhesh prisi jon, ne do të bëjmë prisin ton. Mirë po nëse po e bën këtë sepse je i sëmur, ne do të dërgojmë një mjek i cili do të shëroj." Dhe këto fjalë ironike të këtij njeriu ishin në realitet ofendim për pejgamberin alayhis salam. Mirë po pejgamberi alayhis salam po rin dhe po e dëgjon këtë njeri. E dëgjonte pra çka ka të thoj, derisa në fund i tha: "A e kryve o Ebul Walid, edukata e dëgjimit, morali i lartë." Ka nisë të fol njeriu, edhe pse po më ofendon, e dëgjoj pra deri në fund, derisa ta përfundoj fjalën e tij. Më në fund kur e përfundoi, e pyeti edhe një herë që të vërtetohet se e ka përfunduar, i tha: "O Ebul Walid, a e përfundove atë çka kishte të ma thuash?" I tha: "Po." Atëherë i tha: "Më dëgjo mua." Dhe filloi të lexoj disa ajete prej Kur'anit, derisa kur u përmend dënimi i Allahut, Ebul Walidi u trishtua dhe u ngrit pra në këmbë dhe u largua prej mexhlisit. Mirë po, ajo që është pra që kemi për të qëllim të potencojmë, është se si ishte morali i pejgamberit alayhis salam me këtë njeri, i cili e ofendoi ashiqare para syve të tij. Mirë po përsëri pejgamberi alayhis salam u tregua i moralshëm ndaj tij, i sjellshëm me të, dhe shpresoi se mos ndoshta do t'i zbutet zemra duke ja lexuar disa ajete kuranore dhe do ta pranoi fenë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po kjo nuk ndodhi dhe ai i friksuar prej kërcënimit të Allahut u largua dhe u ngrit prej atij mezhlisi. Kur banorët e Mekës e refuzuan, pra pasi që vdiq xhaxhai i pejgamberit alayhis salam Ebu Talibi dhe gruaja e tij Hatixha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhis salam u gjet në një situatë të vështirë në Mekë. Andaj e pa se banorët e saj nuk janë duke e pranuar thirrjen e tij, ftesën e tij, andaj u nis dhe shkoi për në Taif. Me shpresë
se mos ndoshta ata do ta pranojnë ftesën e tij dhe do të hyjnë në fenë e Allahut dhe do ta ndihmojnë atë si pejgamber të Allahut. Mirë po, kur shkoi atje, edhe ata e refuzuan. Le që e refuzuan, po edhe i nxitën fëmijët e tyre dhe mendjelehtit e tyre që ta godasin pejgamberin alayhis salam me gur, saqë ja plagosën këmbët e tij dhe filluan që t'i gjakosen pra këmbët e tij të ndershme. Në këtë gjendje të vështirë pejgamberi alayhis salam, në këtë gjendje të vështirë, të cilën vetë ai e ka përshkruar si dita më e rëndë në jetën time. Në këtë gjendje të vështirë pejgamberi alayhis salam po kthehet prej Taifi i përgjakur, këmbët e përgjakura dhe i lodhur pra prej këtij misioni në të cilin kishte shkuar, po kthehet prej Taifi dhe po i drejton duart e tij ka Allahu dhe po thot: o Zoti im, nëse ti nuk je hidhruar me mua, për mua nuk është problem kjo sjellje e keqe e atyre. Pastaj Allahu e dërgoi Xhibrilin alayhis salam me melekun e kodrave, melekun i cili është përgjegjës për kodrat, për malet. E dërgoi Xhibrilin alayhis salam së bashku me melekun e kodrave. Ja prezantoi Xhibrili melekun e kodrave dhe i tha: o Muhammed, ky është meleku i kodrave. Nëse dëshiron për shkak të kësaj që vepruan ata me ty, urdhëroje këtë, ky ka mundësi që ti shëmbej kodrat mbi ata, që të shkaktoj tërmet dhe ti shëmbej kodrat mbi ata dhe ti dënoj ata njerëz. Pejgamberi alayhis salam tha: jo, unë nuk dëshiroj që të dënohen ata. Unë dëshiroj dhe shpresoj që prej pasardhësve të tyre të dalin njerëz të cilët do të adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Shikojeni moralin e lartë pejgamberit alayhis salam me Zotin e tij fillimisht dhe me kundërshtarët e tij. Me Zotin e tij sepse u tregua i kënaqur me këtë sprovë. Tha: ja Rab, nëse ti nuk je hidhruar me mua, kjo sprovë për mua nuk është problem. Po edhe me kundërshtarët e tij, paramendoni sikur dikush të sillej me neve ose me juve në këtë formë, dhe të vinte meleku dhe thonte: a dëshiron që ti shkatroj? Po, ma merr mendja se shumica prej neve do të thonin shkatroj prej hidhrimit të madh që do ta kishin ndaj atyre njerëzve. Mirë po jo, pejgamberi alayhis salam e kontrolloi veten e tij në këtë çast dhe në këtë moment hidhrimi dhe tregoi moralin e tij me kundërshtarët e tij. Dhe tha: o Zot, nuk dua që ti dënoni këta njerëz, por dua që ata të udhëzohen. Unë dëshiroj që ata ta pranojnë fenë tënde dhe të bëhen prej atyre që të adhurojnë vetëm ty, o Zot, dhe që do të futen në xhenet inshallahu teala. Po ashtu, tash pasi që u nis për në hijret, një shembull tjetër të moralit të lartë pejgamberit alayhis salam me kundërshtarët e tij. Kur u nis për të bërë hijret, ai së bashku me Abu Bekrin, Suraka ibn Malik, njëri prej kundërshtarëve të tij, prej atyre që ende nuk e kishin pranuar fenë e tij, Suraka ibn Malik e shkoi pas pejgamberit alayhis salam, pas gjurmëve të tij, dhe me niyet që ta vras pejgamberin alayhis salam. Thot vet Suraka, i cili më vonë e pranoi Islamin, thot: unë thot kur ju afrova pejgamberit alayhis salam, kali u ndal në vend. Kali mbi cilin isha hypur u ndal në vend. Unë u mundoja ta nxiti që të shkoj më afër pejgamberit alayhis salam dhe ta sulmoj, mirë po kali nuk dëgjonte. U mundova edhe më shumë, në atë çast i shembën këmbët e kalit, shembën në tokë. Sharuan pra këmbët e kalit në tokë. Në këtë moment thot zhdrypa prej kalit, i bëra disa hapa dhe u mundova që me shigjet ta godas Muhamedin alayhis salam. Mirë po thot, unë e lishoja shigjetën, ajo shkonte dhe binte, nuk e arrinte cakun. Po veprova disa herë kështu me këtë shigjetën, nuk e arrita cakun. E pash se nuk ka mundësi që unë ta vras këtë njeri. Pejgamberi alayhis salam e pa këtë dhe ky thot shkova pra në formë paqeje. Ju thash: o ju njerëz, ndaluni. Atëherë pejgamberi alayhis salam çka veproi me këtë njeri? Paramendoni, është nisur pas tij me niyet që ta vras me shigjet
ndërsa pejgamberi alayhis salam ja fali. E dinte se Allah nuk do t'ja mundsoj që ta vras atë, dhe e tregoi moralin e tij të lartë me të dhe ja fali. I tha shko sepse e ke të falur dhe e lejoi që të kthehet tek populli i tij. Mirë po i tha, mund të na bësh një të mirë, që unë po ta fali ty, mirë po ti mund të ma bësh, mund të ma kthesh këtë mirë me një të mirë. I tha Suraka, çka të veproj? I tha, kur të kthehesh në këtë rrugë, ata njerëz që do t'u t'jakosh, thua ju nuk e pash askën në këtë rrugë, që mos na vinë edhe ata pas. Dhe kështu veproi Suraka, e mbajti fjalën dhe kur e takonte ndokën në atë rrugë, thoshte kthehuni sepse nuk ka kërkush në këtë rrugë. Dhe kjo e tregon pra moralin e lartë që e kishte pejgamberi alayhis salam me kundërshtarët e tij. Kur arriti në Medinë, jehudiu më i ditur, sepse në Medinë kishte arab, po kishte edhe një pakicë jehudi, të cilët e dinin se në këtë vend do të vijë një pejgamber, i dinin shenjat e tij. Dhe u kërcënoheshin arabëve duke ju thënë, kur të vijë pejgamberi jon ne do t'ju vrasim, sepse ata mendonin se pejgamberi do të jetë prej jehudive. Dhe kjo bësh sebeb që arabët ta pranojnë pejgamberin alayhis salatu wassalam, pra banorët e Medinës, sepse e dinin se jehudit i kishin këto informata, sepse ishin përmendur cilësitë e pejgamberit alayhis salam në librin e tyre. Ju ishte marrë besa që kur të vijë ky pejgamber ata ta pranojnë. Kjo pra vlen edhe për jehudit edhe për krishterët. Në librat origjinal të tyre janë përmendur cilësitë e pejgamberit alayhis salam, i cili do të vijë më pas pra, sepse edhe Musai edhe Isai alayhis salam e kanë përmendur se do të vijë një pejgamber dhe i kanë përshkruar cilësitë e tij. Andaj këta njerëz i dinin cilësitë e tij. Kur erdhi pejgamberi alayhis salam në Medinë, Abdullah ibn Selami, i cili ishte prijës i jehudive, ishte më i dituri i jehudive për fenë e tyre dhe kishte një respekt të madh, pra tek ata gëzonte një respekt të madh tek jehudit. Kur ky Abdullah ibn Selami e përshkruan ardhjen e pejgamberit alayhis salam në Medinë dhe thot, kur erdhi pejgamberi alayhis salam, si e pash në fytyrën e tij, e dija se fytyra e tij nuk është fytyrë gënjeshtari. Dhe fjalët e para që i dëgjova prej tij janë: ja ejuhan nas, afshu salam, wasilu al-arham, wa at'imu at-ta'am, wa sallu bil-lejli wan-nasu niyam, tadkhuluna al-jannata bis-salam. Thot, fjalët e para që i dëgjova prej këtij njeriu ishin: o ju njerëz, përhapeni selamin, mbani lidhjet farefisnore, ushqeni me ushqim të varfrit, dhe faluni natën atëherë kur njerëzit flejnë, bëni namaz nafile, do të hyni në xhenet në paqe dhe me selame. Këto, thot Abdullah ibn Selami, ishin fjalët e para që i dëgjova prej këtij njeriu. Pastaj shkova dhe ja bëra 3 pyetje të cilat nuk mund t'i di askush tjetër pos një pejgamberi. Ja ka bërë disa pyetje që nuk mund t'i di askush pos atij që është pejgamber. Pasi që ja ka bërë ato pyetje, pejgamberi alayhis salam është përgjigjur, atëherë prisi i jahudive, pra kryetari i jahudive, më i ditur i jahudive të Medinës, e pranoi islamin. Mirë po pejgamberi alayhis salam, nga morali i lartë i tij, deshti që jahudive tjerë mos t'u jep shans për ta refuzuar, që ta pranojnë edhe ata atë. Andaj i tuboi jahudit e tjerë dhe ju tha: o ju jahudi, çfarë njeri është Abdullah ibn Selami tek ju, ndërsa ata nuk e dinin se ky e ka pranuar islamin. Ju tha: çfarë njeri është ky tek ju, si e dini këtë njeri? Ata thanë: ai është më i miri prej nesh, më i dituri prej nesh, më i nderuari prej nesh. Sepse nuk e dinin se e ka pranuar islamin, e thanë realitetin. Atëherë pejgamberi alayhis salam ju tha: sikur unë t'ju them se ai e ka pranuar islamin dhe më ka pranuar mua si pejgamber, a do të më pranonit edhe ju? Pra pejgamberi alayhis salam po mundohet me mishe me shpirt që t'i bind edhe ata. Ata thanë: nuk ka mundësi që Abdullah ibn Selami ta pranoj islamin. Atëherë pejgamberi alayhis salam e thiri dhe i tha:
o Abdullah ibn Selam, eja këtu dhe dëshmo para popullit tënd se ti e ke pranuar Islamin. Atëherë Abdullah ibn Selami, i cili ishte i fshehur, nuk e shihnin ata, doli përballë tyre dhe e tha shahadetin përballë tyre dhe tha: "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah." Atëherë jehudit ngelen me gishta ngoj, sepse nuk e dinin se çka të thonin. Nuk e dinin çka të thonin, prisi i tyre, më i ditur i tyre e pranoi se pejgamberi alayhis salam është pejgamber i vërtet, dhe edhe ata e dinin se pejgamberi alayhis salam është i vërtet, mirë po inati, xhelozia nuk i linte që ata ta pranojnë atë. Atëherë e kthyen trakën më një herë dhe than: ai është më i keqi prej neve, më i ignoranti prej neve, më i padituri prej neve. Pra, për shkak të inatit dhe zilis që e kishin ndaj Muhamedit alayhis salam dhe ndaj arabëve në përgjithësi. Po kjo e tregon pra moralin e lartë që e kishte pejgamberi alayhis salam dhe edukatën e lartë në debat me të tjerët, në këtë rast me jehudit pra, saqë e përdori metodën më të mirë dhe më efikase me shpresë që ata pra do ta pranojnë si pejgamber të Allahut. Prej rasteve që e tregojnë moralin e lartë të pejgamberit alayhis salam me kundërshtarët e tij është edhe fakti se pas ngadhnimit në luftën e Bedrit, pasi që fitoi kundër armiqve të tij në luftën e Bedrit, pejgamberi alayhis salam nuk u tregua i ashpër me robrit e luftës, nuk i maltretoi robrit e luftës, u tregua i sjellshëm me ata, dhe po ashtu u dha mundësinë që të lirohen, duke e shpaguar vetveten me pasuri të caktuar, apo duke i mësuar 10 musliman shkrim lexim. Pra 10 musliman të cilët nuk e dinin shkrimin dhe leximin, ai i cili i mësonte prej këtyre robërve, pejgamberi alayhis salam e lironte dhe e mbante fjalën, nuk e tradhtonte marrveshjen, ishte i sjellshëm me ata edhe pse ishin armiqtë e tij dhe ata të cilët mundoheshin që ta mbysin atë. Gjatë hijretit pra, paramendoni gjatë hijretit besnikëria e tij me ata. Ata u munduan që ta vrasin, e rrethuan shtëpinë e tij që ta vrasin pra, kur pejgamberi alayhis salam u nis për të bërë hijret. Ndërsa pejgamberi alayhis salam po e lën Aliun radiallahu anhu që t'i ruaj emanetet e tij. Pejgamberi alayhis salam po e lën Aliun radiallahu anhu që t'i ruaj, që t'ju kthej emanetet mushrikëve. Paramendoni, ata dëshirojnë ta vrasin, kurse ky po ju kthen emanetet. Dhe shikojeni paradoksin në veprat e mushrikëve, të cilët i kanë lënë emanet këtij disa gjëra, ndërsa nga ana tjetër nuk i besojnë. E dinë se është besnik, ja ofrojnë gjërat që t'u ruaj emanet, mirë po nga ana tjetër nuk i besojnë atij. Paramendo pra, kjo tregon se mosbesimi i tyre ishte nga inati, nga xhelozia, nga kokforcia, e jo se nuk e dinin se Muhamedi alayhis salam është i sinqert dhe besnik. Po ashtu prej moralit të lartë që e kishte i dërguari Allahut me kundërshtarët e tij është se nuk lejonte që në luftë të vriten gratë, pleqt, fëmijët, nuk lejonte që të masakrohen kundërshtarët, nuk lejonte që t'u digjen shtëpit dhe mallrat e tyre pa nevojë. Pra, kishte edhe lufta që e bonte me armikun ishte në norma të caktuara. Nuk vriteshin gratë, fëmijët, pleqt, nuk vriteshin ata që ishin pa aftë për luftë, po vriteshin vetëm ata armiq të cilët kishin dalë në front për të luftuar kundër tij. Ndërsa fatkeqësisht këto rregulla nuk respektohen sot për njerëzve të cilët pretendojnë se janë shumë të civilizuar. Në luftat që ata i bëjnë, më së shumti që vrasin janë të paaftit, të doptit, më së shumti që vrasin janë gratë, fëmijët, pleqt, civilët, ata që nuk kanë asnjë farë dore në luftë pra. Dhe kjo e tregon moralin e këtyre të civilizuarve në thojzat kohës sodit, në krahasim me moralin e pejgamberit alayhis salam, se si ishte pejgamberi alayhis salam dhe se si janë këta të sodit. Qëndrimi i pejgamberit alayhis salam me armiqtë e tij
si çdo qëndrim tjetër ishte i baraspeshuar, ishte i balansuar. Kishte butësi me armiqt, mirë po deri në atë gratë që ata mos ta kuptojnë se kjo butësi është dobësi. Kishte butësi, mirë po pa dobësi, sepse nuk është burri që para armikut të tregohesh i dobët. Falte në atë rast kur kishte mundësi të hakmerej, në atë rast kur u bënte me dije atyre se nuk është kjo falje prej dobësisë, nuk është kjo falje pse unë jam i dobët dhe nuk mund të hakmerem, po kjo falje është sepse unë kam moral më të lartë se ju. Andaj në momentin kur kishte mundësi që të hakmerej në mënyrën më të ashpër, ai u falte atyre dhe tregonte moralin e lartë me ata. Mirë po nga ana tjetër, ishte edhe i ashpër me ata që e meritojnë. Andaj jeta e tij, si jeta e çdo burri të madh dhe trimi të madh, ka parë luftra, ka luftuar me armiqt e tyre, sepse ishte burr dhe trim, e mbronte nderin e tij, nderin e shokëve të tij, të familjes së tij, e mbronte fenë e tij, besimin e tij. Andaj edhe këto kanë qenë prezente në jetën e tij. Mirë po edhe për shkak kësaj ka mbisunduar morali i tij i lartë dhe butësia e tij e madhe. Andaj ajo që tregon pra moralin e lartë të tij në moment kur mundej të hakmerej është në rastin e çlirimit të Mekës, kur u çlirua Meka. Ata njerëz të cilët e përzun prej Mekës, të cilët e ofenduan, e kundërshtuan, e luftuan, deshën ta vrasin, ata njerëz pejgamberi alayhis salam çastin kur e çliroi Mekën i tuboi para vetes dhe ju tha: "O ju njerëz, çka mendoni se unë do të veproj me juve sot?" Ata thanë: "Ne e dim se ti je bujar, falës dhe i sjellshëm." E panë se ka mundësi që t'i dënoj dhe se butësia e tij nuk do të jetë për shkak të dobësisë së tij. Atëherë pejgamberi alayhis salam ju tha: "Unë tha do t'u afali juve sot ashtu siç u afali Jusufi alayhis salam vëllezërve të tij. Shkoni, tha, sepse ju jeni të falur." Kjo ishte pra shkalla e lartë e moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e këtij burri të madh dhe këtij personaliteti më me ndikim në botë që e ka njohur historia njerëzore. Dhe me këtë ligjërat ne e përfundojmë ciklin e këtyre ligjëratave të titulluara me një emision të përbashkët, aty ku burojnë virtytet dhe në të cilat ligjërata i kemi shtjelluar dhe i kemi paraqitur para jush virtytet e larta morale të këtij njeriu të madh. Jemi të vetëdijshëm se nuk ja kemi dhënë hakun ashtu siç duhet kësaj teme, dhe jemi të vetëdijshëm se kjo temë nuk përfundon me kaq dhe meriton shumë më shumë të folet. Mirë po, pasi që koha aq na premton, ne me kaq e përfundojmë, shpresojmë që ne dhe ju të kemi përfituar nga këto që i kemi dëgjuar dhe shpresojmë që të ngelemi të gjithë të kënaqur dhe të arrijmë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Mbeteni të përshëndetur deri në takimet e ardhshme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.